këto çështje janë të rregulluara. Pra nuk mundesh ti me dal para mediave dhe mi tregu pas me të nënshkrime dhe me thonë i kam, edhe çka tutje? Çka ndodh me ato 15 nënshkrime? Ato 15 nënshkrime asnjëherë nuk erdhen te grupi parlamentar. Nuk janë dorëzuar? Asnjëherë nuk shkuan te administrata e kuvendit. Asnjëherë dolën para mediave edhe kaq përfundoi. Kuvendi është procedurë. Po nuk i dorëzuam nënshkrimet tek administrata o te grupi jon parlamentar që të plotësoheshin, të bëshin 15. Atëherë ajo për bindjen time ka qenë kështu thjesht një show të cilin e kanë bërë ata, sepse unë nuk mendoj që kanë pas interes, as dëshirë, as vullnet që të dalin nga kjo situatë edhe që të bashkërëndohen me neve për me e bu propozimin. Ata thjesht domethënë kanë dalë para mediave, i kanë treguar ato nënshkrime mos harrojmë s'kan pas as emër. Domethënë sa herë unë kam nënshkruar 2 kandidatura për shkak se një herë u tërhoqën Konjufta dhe Mulhaqa Kullçaku. Po, pastaj edhe kandidaturën e radhës, por gjithmonë ka qenë me emër lart. E ke ditë sakt për këm po nënshkruan kush do të jetë kandidatura. Kjo qasja për kandidatin pa emër, për mu ka qenë shumë e çuditshme. Më kanë qenë vetëm nënshkrime në letër pas një emër. Ata vazhdimisht e përmendin Vjosa Osmani, zonja Feza. Kur? Në një status në Facebook në të cilin thuaj mund të, kjo nuk është propozim. Nuk e keni parë si serioze. Po kjo nuk është propozim. Ne mund të, sigurisht që ne mund të propozojmë pa fund emra në Kuvendin e Republikës Kosovës, se cila parti politike do të mund të propozonte. Por kur ne propozojmë, e bëjmë propozimin siç duhet. Domethënë themi, ky është emri. Për shembull, siç e kemi propozuar emrin e Andin Hotit krejt në fillim si një kandidat konsensual që do të mund të merrte vota nga kundërshtuar nga Partia Demokratike. Nga Partia Demokratike, duke njohur edhe historikun e tij, po sigurisht duke qenë edhe një figurë që vjen nga një familje shumë e respektuar. Në këtë drejtim, pra unë po them, nuk ka pasur asgjë konkrete saj përket atyre nënshkrimeve, ato kanë qenë nënshkrime në një letër pa emër që nuk janë dorëzuar kur kërkon. E qartë.